Një ngjarje e rëndë rënditi Thierin ditën e djeshme ku Suzana Mërnica, një grua 50 vjeçare, u plagos me armë zjarri ndërsa po udhtonte me motor së bashku me djalin e saj. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14 në vendin e quajtur mbi kalimi Dërmenasit, në fshatin Sulaj. Dy persona, babë e birë, hapën zjarr në drejtim të motorit ku ndodheshe Suzana dhe djali i saj. E plagosura Suzana Mërnica ka marrë plagë të rënda, por sipas burimeve, ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe është transportuar menjëherë në spitalin e Thierit për trajtim të mëtejshëm. Djali i saj ka shpëtuar pa lëndime dhe ka qenë në gjendje të identifikojë autorët e krimit. Suzana Mërnica është familjare e Azgan Mërnicës, një person i njohur për lidhjet e tij me ngjarje kriminale. Vitin e kaluar, Azgan Mërnica vrau efektivin e policisë në Vrus Senalia. Ngjarja e djeshme dyshohet të ketë lidhje me akmarrjen ose konflikte të mëparshme të familjes Mërnica dhe autorëve të krimit Afrim dhe Ali Cimili, babë e birë. Autorët janë shpallur në kërkim nga policia dhe janë ngritur pika kontrolli në hyrje dhe daljet e qytetit të Thierit për të mundësuar kapjen e tyre.